Dëgjoni ju hoxhallar, dhe ju që i ndisni hoxhallar. Në raportin e CIA-s të vitit 1953, në lidhje me Molla Idris Gjilonin, shkruan se Molla Idris Gjiloni e ka ndjek njëtë sikur që e ndjek Tim Shkupi, shokët e Tim Shkupit, formulën e rilindazve, feja e shqiptarit o shqiptaria. Shkruan në raportin e CIA-s. Pra edhe Molla Idris Gjiloni saksisht e ka ditë se nuk mundet shqiptari me pas fe tjetër përveç se shqiptarisë si fe. Që të më kuptoni më mirë, nëse shkoni ndonjëherë në ndonjë ligjerat, ose ndishni ndonjë ligjerat, keni plot ligjeratat të hoxhallarëve, kur ligjerojnë duke ngrit zërin, duke bërtit, xhamati muslimin, ju thonë. Motra dhe vëllezër musliman, feja islame i thirr njerëzit me besu Zotin që është një. Edhe unë e tham njëtë, feja e shqiptarve, i thirr njerëzit me besu Zotin që është një. S'ka Zot përveç Zotit, s'ka Tim Shkup përveç Tim Shkupit, s'ka Shqipni përveç Shqipnijës. A keni qartë ju?